e pom edhe videoklipin ma të ri të Shëvet e Belulit, Gzim e lot, një këngë për vajzat që shkojnë nusën, një këngë e Kanaxhexheve, një këngë e dhimbshme, edhe Gzim, edhe lot. Sa ki pa spotin, sa ki pa Shëvetin në spat? Qështu është intervista? Sa e kum pa spotin, e kum pa disa herë. Alo s'ka nis, tash ta shohim. E jemi gati. Vala show. Shëvet, me cilin fustan fillon spoti e me cilin mbaron? Me të vjollc, ngjyrë pjeshk edhe të zezë. Fillon me ngjyrë vjollc, me lara, Po? mbaron me pjeshk. Pas e pa vetën e pas e pa. Vala show. Pyetja e dytë është, çka ka në fyt nona e nusës? Në një, margaritar, bisera, kështu që thojmë ngjit bardha. Në 2, zinxhir me varse, apo në 3, qafore me topa ngjyrë argjend. Asnjëna nuk e di çka ka. A ki pas spotin? Unë spotin e kum pa, nanën e kum pa, veç sytja kum pa me lot. Jam përqendru ftyrën e saj që ka kajt, ajo nuk, do me thonë ka qenë një zoj që ka qillu aty, po e ka përjetu tamam, sikur me lujt rolin e nanës, edhe vazhdimisht ka bo përshtypja ajo që i ka pas syt me lot, kur nuk e kum pa çka ka pas në qafë. Bëllë interesant, femën e mësmi këqy që ka pas një qafore me topa ngjyrë argjend. Ja, më ka bo përshtypje që ka kajt, edhe sa herë kum këqyra ato, ja kum pa buzë që i ka edhe, i ka hangër kështu buzë edhe syt me lot i ka pas. E nuk e di çka ka pas në qafë. Ka pas qafore me topa ngjyrë argjend. Se dite, si ki pas spotin. Jo, tregova. Jo e kum pas sa herë. Hade grati ki këqyrë në sy. Burrat, sa cigare ka dhezë baba i nusës në spat? 1 cigare, 2 cigare, 3 cigare. Do ke 2. A je sigur? E di njënën që e pinë edhe që tim kështu taman, edhe tjetrën ja dhezë djali. Sakt, 2. Dhe që tash mirë. Pyetja tjetër. Vala show. Kush ja mon fistonin nusës kur niset me dal pa i dhome? Vllau i vogël, nona, apo njëna për qikave? Kur del prej dhomës, apo jo deres në barë? Për i dhomës kur del. Më thonë për shpish. Po, dhe në barë, kur del për jashtë. Fustanin, nana më duket, jamon, me një pjesë. Vllau i vogël, nona, apo njëna për qikave? Jam përqendru ma shumë të nona vetë. Te nona. Edhe i përgjigje saktë të Shëvetit. Paske pak emocione. Po e din. Pyetja tjetër. Fustani i bardh i nusës është në njënën anë me model, në cilën anë e ka të punun e fustanin? Në të majtën apo në djathën e saj? Duket anën e djathë t'i pjenë. Punimi i fustanit. Edhe i përgjigje e saktë. Usha ka halat me qëm. Edhe pyetja fundit, ti më do këtë koke përgatit. Jo, pasha, zote nuk e komititu në këtë pyetje Po pashie që i ki pas spotin. Po ta javën e kaluar me një vajzë tërë për Londrës. Ja Allah, tha s'di gjo, tha mu më ka pëlqy, tha mi pa veç vetës, s'di gjo shka kanë bot jetë. Sa vajza, grumëll vajza janë, në klip janë me veshje kombëtare. Janë një 3-4. Ti tash sakt me më kallxu. A janë konë 4 dikon? Qa mi thonë? Më s'fal palimja. Kate në konë, pa. Po, a? Kate në konë, faleminderit. Faleminderit edhe ti. Për fund, veç kallxum, dhe më thonë, me një korrik del edhe nga Vizioni Livonia dhe albumi, i cili do të quhet? Je si rrush. Je si rrush. Po. Këtëve Shëveti edhe unë ju kina këtë publikut si rrush. Rrini me ne, sepse do të kthejmë pas pak edhe me një promovim tjetër, do të vje edhe luajmë një Valon, desha edhe pak, faleminderit shumë ty, që çdo herë na përkrah me këngë të reja,
sidomos e kam bërgjë me të thonë për kongën me Sinanin që i kemi pas, se i ki bani publicitet jashtëzakonisht mirë kongës atë kohë, kështu që publikisht po ta them edhe njerë faleminderit shumë. Publikisht po ta thëmë bën ti kongë të mira, se publikisht po të thëmë që s'kom qarë pa tira dhe mes me dash teq. Kër është konga mirë, jo, është edhe ideja që këtu në këtë studio t'jenë gjithë. Do të thotë, jo veç këngëtarë që të bëjnë kongë të mira dëshmume, po kohëve të fundit jemi të animu edhe të rive shumë, se cili që dishka po do me bolë, ta vlerësojnë mas në vetë publikut. Shumë mirë, vazhdoni me këtë punë. Rrini me ne, kthehemi pas pak.